Do të thotë që të bëhen pianista, apo do të thotë që merren Vanessa Williams? Jo, se ka Vanessa. Ja, rova s'kaleve, motrat Williams. Merret si që të merret me diçka ekstra që t'ja heqim sa më shumë nga kjo. Të dalin, të bëjnë një shëtitje, të merren me... Po, s'do më thënë që prindi... S'do më thënë pa tjetër që ata të kenë kurse ose në për sportet të ndryshme. Mjaftojnë mostrin gjatë gjithë kohës në rrjetet sociale, e prap kjo është përgjegjësia e prindve, për shkak se prindi e shef fëmin me 2-3 orë në telefon ose në... Soja, ti fetë shumë e çuditshme që ka prind tash, po më relativisht rinë, musha pak më e madhe thonë, që më të prirur janë që fëmija me majtë telefon me nejtë me rana mos më zhytë, se me dalë në bërë. A dhe për mu kjo nuk ka sens. Nëse fëmija duhet më shiju, duhet më shiju në bari, në balte, në borë, në shqy, që ashtu që kina bu krejtë. Kjo është tendenca që në fund fundit familja dhe prindrit kanë shumë përgjësi, gjë që unë mendoj si prindrimin vërtet është një artën veti, edhe vërtet është shumë i vështirë, edhe që nuk ka formul, por në përgjësi unë mendoj që prindrit nuk bojnë detyrën si duhet. Nëse ti ki fëmijë nuk e kontrollon, e shet 2-3 orë në rrjetet sociale pa ndërprej, më fale, përgjësia kujt është këtu? Po, të di dhe stilin tjetër, ja e dënova unë atë ti, me një muaj pa iPad, nuk e preku me dorë. Hynë të në YouTube, në televizor, tak edhe ishë në shante gjithë videon nga YouTube-i. Nalma ti. Po, nalma ti muaj iPad-i, se gjithë në mënyrën. Ma sa muj me asociu dhunën me rrjetet sociale, kur dhuna ka egzistu gjithë edhe kur nuk kanë egzistu rrjetet sociale. Dhuna ka egzistu, po nivelli i dhunës, këtu kemi të bëjmë me nivelin e dhunës. Një rritje eksponenciale. Nivelli i dhunës. Nuk po themi si... Ashtë rritë raportimi, ashtë rritë realisht dhuna në përgjithësim. Edhe jo menaxhimi duri emocioneve. Pra ndaj unë thëmë kemi problemet shëndetit mendor, se nëse një fëmi ka nevoj të shprej ka shumë agresivitet dhe nuk mundet me përbajt. Ka një farë frustrimit jashtë zakonshëm. Ka një frustrim që aj pa tjetër që është problem. Se po thu aurit rrjetet sociale. Nëse një fëmijë ka pas një familje dhunuse, ka mujtë në po mas shumë të familjen e vetë. Se dhuna dëri vonë të na është trajtune brenda mure, fatkecisht, dhe si mpro asaj, edhe ta është trajtuot, po prap ka qytetarë që kanë gudzim e raportojnë kur një zhurma, një fëqinje tjere. Tash, të dhunën e shë, qëfar do moshën lagje, sepse i na arë ma dëre që tu që thunë, s'kena ma asuj në sy i më shumë e si rio i një inkret fjallë të mëshme, kur hen në TikTok, që të farë kontentin e madhë, të edhen vetë, që ka mune pa një fmi që ato. Akilo i dojë thot, e kësha reja ato, ishte dashërën të ma ka bo kështu, me jakun bo kështu, kiti ki komunikimet të mundshme. Dhe më honë tash kër e ki që atë pro ekspozim të jashtë zakonshme që qaj tipi më nështë të followersa sa lajku në kish, pja bëj këtë qështu, ish ajo, dhe më thonë, nuk është ma veç familja ose një individ që ke pas si model, po bëhen shumë modele. Edhe ajo një mënyra po tjetër ka me nëzit që ti më arë me i bo që ato veprime, se nuk përmenoj model tjetër, për shta po thonë, ta shema shumë rase dhunës, që osja shumë e lit. Unë, seriosisht si rritën, kur shoh shumë video të qatë njerëzve që jenë botë të famë shumë, e që shien që kanë probleme fatkeqësisht mendore, mu më vjen kesh, mu më irritohesh, nuk e kupton. Edhe ai fëmijë nuk e bën skepsion, sa ai ka kurreshtë një burr 40 vjeçar me po çka po fol. Çfarë mënyre? Po, e pse po mendon që janë të prirur, për shembull, bashkë që ta njerëz që po flasin për çfarë rrjete sociale që bojnë shumë, pse janë të prirur çta me u bë fytyra publike. Jo, në pajtona me krejti shojnë, krejti këshyren. Nuk mundesh edhe mos me të pëlqy, edhe me këshyr. Se ato nuk ja bëj lajkun asune e as i dikush tjetër. Njëjtë ka ndodhur me disa platforma ose emisione, për shembull, kanë taku, është shumë keq këto, po pse pe këshyrni pra? Ai po ka shikime, vetë fakti që ka shikime jo pe këshyrni. Nëse promovohen sot. Po pra, nëse shikon njëherë pikuresht si e fajnë, po nëse bën vazhdimësi, atër ti po të pëlqen diçka po e gjen veten indirekte që ai person. Ose ja ke bo dikujt, ose ki qef mja bo dikujt, ose i ki tendencat përveç s'po guxo mu shpreh. Ose po e sheh për mënyrë analitike. Analitike, që shpja bo. Analitik të thellë, psikologjike. Do me thënë dëri ku mbrim budallakia. Ama po, kjo që po thot Eda, ka njëherë edhe janë do pjesë, do video që do fjallë që i thoi njerë në rrjetet sociale që e këqyrë kështu. Edhe prej, a janë për një me të e një që kjo është të e thonë. Ama ti e këshyrë njëherë dy, ma shumë ma nuk e këshyrë, po besoj se e shetipin e ti dëri ku është. Mënyrën e ti. Përveç rrjeteve sociale, mos të harrojmë si edhe kultura shumë, jashtëzakonisht arti ka ndikuar shumë. Sidomos tek të mos pjesa e muzikës. Muzika patjetër, për shkak se i riu, nëse sheh një këngëtar me një makinë shtrejt, me pare edhe me një fjalor banal,
a i ka me marë si model. Ato knohet për vrasjet, për drogën, për kalashin, për fetë. Amo knohet edhe daba-daba, amon se ngaj. So, I didn't. Daba-daba është për fmi, edhe kjo është për të rritur. Okej, për adoleshent në po flasë. Edhe familja nëse nuk e kontrolon. E po apet po qënë që foj është të rriturit, pra ju të fmit që i vjen muzika në vesh. Dhe po kam përgjësi edhe ata që të artit, edhe ata këngëtar kanë përgjësi për shkak se e ndikojnë kulturën, e ndikojnë shoqnin. Po, ama artit duhet të unë ata nuk mujnë me u kujdes. Nuk është artiste. Arti është art, ligji është ligj, arti është art. Nuk është art. Ama është pak art i momentit, që kjo është trendi i momentit. Qysh mund është me thonë është art, një muzik e cila përcjell vetëm mesazhe negative, të lutem. Arti është për me ndiku. Nuk është opinioni jam, kjo është definicioni, nuk është opinioni jam. Arti ka përgjithësi për shkak se arti duhet me ndiku në shoqni. Edhe në shumë përgjësi, nuk po flasim për tash, po gjithmonë ka pas ndikim ndoshta shumë më të madh se politika të artit. Se kalin ideja nevoja artit kalin ka pas shtypje. Po arti me që mesazhe të lira, për shtypje ndaj njerëzve, ndaj racizmit, ndaj përmes pikturës, po pra ndaj në aspektin fetar konservativ, arti kalin për këtë shprehje e lirë, që dhe ligji, po dhe ka qenë për pozitivitet, kur njerëz nuk kanë guxuar me shkru, e ka përmes teksteve, notave ose të pamurit, por nuk është ardhë me bothirje për vrasje. O jo, që kjo është definicioni, se nga me shpak, se unë më thonë definicioni artist, art. E më rritë me art, me shkotë arti, edhe unë i loshe, 27 vjetë. Po imi në personalje. Se art nuk është vëshmira piano, nuk është art, kur tjefti mesazh me 3-4 femna, abuzim. Arti i ditëve të sot, kalin si shkakin e bojës, kur të shtypjeve të drejtave njërzore dhe pik. është art. Art nuk është art, po thiri për abuzim me 4 femna. E kuptueshme është, ama jo është nuk është art. Unë as nuk po them se fajtuam, as që e dënoj. Unë vetë po them që kjo është definicion. Një projekt, veç një sekond, ju lutem, çika, veç edhe pak më qetësu. Një projekt artistik, projekt muzikor, çysh dush çuje, çysh do që ka fillu arti ka evolu, ka ndryshu, nuk kanë ekzistu as spotet, as këngët, as tekstet që janë që tash. Po tash janë, po artisti, në këtë rast, këngëtari, reperi, qka do që është, nuk e ka obligim me tregu vlera të buta, të edukimit, edhe me tregu qysh do të me shku në shkollë, se aj nuk e ka obligim me mësu fëmin tonë. Te nëse donë, me ndalu fëmin tonë, mës me ngu qatë kongë, ajo është përgjithësi e jote as i prendë. Për që ta është institucioni shkolla, edhe tani është YouTube, me ndalu. Me fëmin tonë edhe lëshët në radio. Edhe janë alzonin. Ndronë radio. Që thot femna jeme ka 500 qëmbal. Ta është për shambull... Po mirë të ndronë qatë kongë edhe e qëtë për shambull limoni. Arti në vetë vete, qëllimi artit, vetëm pak, në qëllimi i artit në vetë vete është me ndiku pozitivisht në shoqnit. Që që, kjo nuk është art. Kjo nuk është art. Unë nuk e kuptoj, nuk e kom idin se si në këtë form po degradojnë këta, jo artista, po se di që shmi këngëtar, me këto tekste edhe me këtë mënyrë se si përshprejnë muzikën nëse qëfar do që. Po, ama prej që është shpik hip-hopi ose rapi, që ndryshe është ritëm dhe poetri, nevojë revoltës edhe rrugëve. Po dhe prej që ka egzistu repi është bo me gjuhë të dhunës. Ka dhe mesazhe shumë të mira, kështu që neve tash normal si ka degradu, po ka mesazhe shtypja për shembull për racizmi, ose për plot edhe në këtë formë ka lindur. Për racizmin, shtypja si që thamë për probleme të shoqënisë të ndryshme.